Të dashur shqiptar kudo që ndodhen, sidomos në Evropë, lindjen e mesme, shqiptarët e mi, unë nuk kishe lajmëruar më përpara që lufta do bëhet shumë e keqe, aq sa do të rronditet e një fëmijë në barkun e nënës. Disa nuk e marr për bazë. Dashur shqiptar, unë po flas si misioner nga Amerika, jam në Tiranë me shërbim për ta bërë Shqipërinë me kufi natyrore, me shërbim për amanetin e të parëve të mi, të bëjmë Shqipërinë. Lufta e tretë, dashur shqiptar, ka filluar. Dhe mbas orës 4-5 të natës sot do filloj shumë e ashpër. Shqiptarët e mi, lindjen e mesme dhe më gjerë në Evropë do bëhet katastrofë. Për arsye se kanë filluar goditjet. Po ashtu janë goditur dhe bazat e englezëve. Të dashur shqiptar, keni mundësi, largoni sa më parë. Largoni sa më parë, erani në tokën e shqiponjave. Toka e shqiponjave nuk preket, pavarësisht se do ndryshojnë shumë gjëra në Evropë. Pavarësisht se Franca kërkon ndihmë nga OKB-ja e New Yorkut. Pra, tash po kërkojnë ndihmë. Deri dje, ata kanë bërë çmos, kanë shkatruar edhe Shqipërinë. Pra, dashur shqiptar, rrugët, po thuaj, 90% janë mbyllur. Dhe Tirana, aeroporti do mbyllet. Pra, ne i dim të gjitha, dashur bashkëdhetar shqiptar, mos u friksoni këtu në Shqipëri, as në Kosovë, as në Malzi, as në Maqedoni, e jeni të sigurt se këtu janë forcat speciale të Amerikës. Pra, Greqia, kudo që janë, largoni sa më parë nëse keni mundësi, pavarësisht se rrugët janë bllokuar. Aeroportet do bllokohen në të gjithë lindjen e mesme, pothuaj në gjithë Evropën. Pra, të dhënat i kemi të sigurta. Shqiptarët e mi, jeni të qetë, për arsye se do bëhet dëm i madh. Siç e thash, lufta filloi, Irani është shumë i armatosur, dashur shqiptar. Nuk është Iraku, nuk është Afganistani, të dashur shqiptar, po është shumë i përgatitur. Pra, mbas vdekjes të kryetarit të tyre, ata janë muslimanë që besojnë shumë, ushtria e kuqe, domethënë ushtria kryesore që janë 1 milion ushtar, ata do binë çmos, do binë të fundit. Po unë lajmëroj me njëherë kryeministrin e Shqipërisë, sa më parë të rrethojnë në Manës ku janë kampi i irianëve. E njëherë, në Durrës, kampi i irianëve duhet të rrethuar o duhet larguar sa më parë, për arsye se Shqipëria nuk ka nevojë për nga Irani apo njerëz tuaj, ne kemi tokën tonë të Shqipërisë. Ata që i kanë sjell, le t'i marrin e t'i shpjen ku të duan. Në nuk djem, sepse do fillojnë terrorizëm, dashur bashkëdhetar, po thuaj me çdo vend. Me çdo vend. Pra, lufta është shumë e ashpër. Shqiptarët e mi ku jeni, në Francë, ku jeni, në Ingilterë, jam i bindur se s'largoni dot patjetër, po gjeni mënyrat më të ndryshme, se lufta do vazhdoj shumë gjatë, nuk është shkurtër. Do vazhdoj shumë gjatë dhe do jetë shumë e hidhur. Pra arsye, jo shikoni vetë, Izraeli është dëmtuar shumë, dashur bashkëdhetar shqiptar. Këtë të mirë e ka Evropa nga Izraeli. Këtë mirë e ka Evropa nga kryeministri i Izraelit. Ai para 2 orëve është goditur zyre e tij, që thot mua s'më godet kur njeri. Pavarësisht se ai nuk është dashur shqiptar. Pavarësisht se mashtron edhe popullin e vet, ai s'është fare në Izrael. Pra, edhe goditur, zyra e tij është goditur. Merrini me mend sa mislla do hidhen sonte, nesër e pas nesër, sepse garda, ushtarët më kryesor të Iranit, ata fillojnë tani. Ata kanë armatime moderne, dashur shqiptar. Pra, mua më interesojnë shqiptarët kudo që janë në botë. Unë po flas si misioner, unë po flas dhe si kryetari i shpresës të kombit, sepse që të bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore. Pavarësisht se ç'bëhet atë, por Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Shqiptarët e mi kudo që jeni, e në Itali të jeni, largoni sa më parë për një pushim. U thash më para, nuk u thash hapur,
po thash, e janë në pushime, e janë se jeni shqiptarët e mi, e janë të mos bëni mish për top, e janë dashur shqiptar, vendi jonë e Shqipëria. Pra, le ta shohin edhe ata të keqen ashtu siç na kanë bërë ne. Ata na bërnë, na vranë, Franca na ka vrarë me shekull, Englezë na kanë vrarë, le ta gjenë punën e tyre. Pra, bazat e englezëve janë goditur në Kipro, bazat e englezëve janë goditur kudo që janë, dashur shqiptar. Tani do filloj edhe englezët të godasën Iranin. Kudo ka filluar lufta. Në Katar ka filluar, dashur shqiptar, goditet. Në Duban goditet. Në çdo vend, edhe në Egypt ka filluar të godasi. Pra, dashur shqiptar, puna është në rrezik gjendja. Është shumë e hidhur që do bëhet. Unë nuk kishe lajmëruar shumë kohë më përpara. U kishe thënë dhe datën, u kishe thënë dhe ditën kur do bëhet. Pra, e njëherë të dashur shqiptar, kudo që vini vëllezër e mi, largoni sa më parë, shëgoni familjen tuaj. Keni vojtur në Evropë, keni vojtur për 30 ca vjet, keni punuar si slev, u ka përdorur Franca sa u hite dhe pashaportat. Po ashtu dhe englezët, i nisin shqiptarë dhe nisin për së dyti me vapor, e donin të shpërdanin më të 4 anë. Edi, dërgoja ushtrinë sa më parë në Durrës, rrethoj ata njerëz që janë shumë të rrezikshëm, largoj sa më parë, merri hypi në vapor, e hidhi më det, shkojnë ku të duan. Ky është vendi i Shqipërisë, ata që suallë le t'i marrë. Pra, shqiptarët e mi, të jeni gati për çdo gjë që mund të bëjnë edhe rrëmuj në qytetet. Këta janë kriminal që janë në Durrës, janë njerëz jo të mirë, dashur shqiptar. Pra, por të jeni të sigurt, nuk ka luftë në Shqipëri, në Maqedoni, në Maltëzi dhe në Kosovën tonë. Shqiptarët e mi, lufta po bëhet në Evropë, shumë e ashpër. Lufta ka filluar dhe 2 partit këtu, që duan të djegin që të mbasin gjyrmën. Po unë po them drejt sot, ndërmjet televizorit TV Shpresa, që është një televizor që do të jetë një televizor minjor në botë shumë shpejt, por ne të kalojmë në qeveri urgjent. Po i them Edi Ramës, largoj ata që të thash më përpara, peleshin me shok sa më parë, filloni arrestimet për ata që bën demonstrat për të djegur Tiranën e qytetet me radhë. Pra, ndaloni në përkufit parat që po vinë nga Serbia, të dashur shqiptar. Prap kanë erdhur para 2 ditëve, janë zënë nga njerëzit që duhet t'i zinin. Pra, dashur shqiptar, ju e patë edhe vetë, dhe para që erdhë 1 milion, po ishën më shumë, që u kapën në portin, do me thënë, në kufi Kosova me Sërbët. Shqiptarët e mi keni vojtur për 35 vjetë. U përzun nga vendi i tokës tuaj, u përzun nga Shqipëria, u përzun nga nena dhe nga babaj që u ka rritur me copë bukë. Jini në përbot, jini në përburgjet janë mbushur plot për plot. Evropa ta di fare mirë se nuk do ketë me shqiptar në përburgjet e Evropës, do jenë në tokën e Shqipërisë. Pra, ky është qëllimi i luftës së tretë botërore, por nuk është më për Shqipërinë, nuk është më si në kohën e Churchillit. Edhe Churchillin e kanë rrëzuar para ca ditë skulpturën e tij në Londër. Pra, të dashur shqiptar, erdhi haku jon, që na kanë shkatruar për të jetën, që na kanë shkatruar si familje, kanë futur përçarjen brenda në familje, sidomos këto 2 parti, PD, PS, që janë anti-shqiptare. Ju po i shihni dhe vetë, dashur shqiptar, sepse këta kanë punuar për serbët, kanë punuar për francezët, kanë punuar për englezët, por erdhi koha e realitetit, erdhi koha e shqiptarëve, dashur shqiptar. Për këtë u kam thënë, për këtë ka ardhur Pilinçi me mision të posaçëm për të bërë Shqipërinë, sepse Pilinçi ka 52 vjet, dashur shqiptar, që punon për kombin e Amerikës, që punon për kombin e Shqipërisë, pavarësisht se disa mizakali që kanë dalë në për internet, që dalën paguen nga tuaj, paguen nga lindja e mesme, paguen nga englezët, paguen nga francezët, paguen nga qinezët,
paguajnë nga të gjithë vendet si e si të coptojnë Shqipërinë. Mendoni dashur bashkëdhetar shqiptar, që të përzinin shqiptarët matandetit, që të vinin nga Izraeli, që të vinin nga vendet e tjera, nga englezët, të vinin nga Parizi, të rinin këtu në tokën e Shqipërisë. Ashtu, si që kanë marrë atë vilin e kriminalit të Enver Hoxhës, e ka marrë Franca dhe del, pa ai është vendi i tokës së Shqipërisë. Pavarësisht se historia nuk është thënë dashur shqiptar, po do thuhet shumë shpejt që ta di rinia, ta di të rinë se ç'kan bërë për 46 vjet regjimi bolshevik, më në krye Enver Hoxhë, Mehmet Çen, Kadri Azbin, Ballukun, Beqir Ballukun, Petri Dumen, e të tjerë. Unë nuk kam thënë kot dashur shqiptar, që ajo kryeministria që sot a dy lyer me aqit të pastrohet, sepse aty janë bërë planet e vrasjes të patriotëve të Mirditës, të patriotëve të Pukës, të patriotëve të Kuksit, të patriotëve të Shkodrës. Aty janë bërë planet për të vrarë, sepse ata kanë luftuar me shpatë në dorë, kanë luftuar kundra Serbit, kanë qiruar Shkodrën dikur, kanë qiruar Shqipërinë patriotët, kurse sot patriotët e Veriut kanë ngelur mbrapa. Patriotët e Veriut i vranë për 46 vjet, i kanë blokuar për 35 vjet, pavarësisht se disa mendje letë që i ndjekën këto dy partit nga mbrapa. Por ka ardhur koha dashur shqiptar e realitetit. Ka ardhur koha ta bëjmë Shqipërinë me shqiptarët. Ka ardhur koha që të mos kemi shqiptar jashtë atë dheut, po të vinë tuaj të punojnë dhe shqiptarët t'i urdhojnë. Sepse shqiptarët kanë urdhëruar botën, Evropën, Napoleoni, të gjithë kanë qenë mbretëritë e Evropës, të Irakut, të Iranit, kanë qenë shqiptarë dashur shqiptarë. Llogaritë e Turqia ka patur qindra general, çfarë ka patur, edhe presidenti që është sot të dashur shqiptar, është me gjak shqiptari, është rritur nga një nen shqiptare, është dhënë gjiri nga një nen shqiptare, dhe presidenti arshëm i Turqisë është me gjak shqiptar. Pra, çdo gjë do ndryshojë dashur shqiptar. Po unë u bi thirrje gjithë shqiptarëve, pavarësisht se nuk dëgjuat, u thash që ejani për pushime 2-3 javë. Rrugët pavarësisht se janë zënë, e aeroporti Kennedy, aeroporti i Tiranës do bllokohet. E dofta është bllokuar, sepse aeroportet në përbot po thua janë bllokuar të gjitha. Sonte besoj se do bllokohen 100% kudo. Do izolojnë njerëzit, nuk do qarkullojnë dot as me makina, as me avion dhe as me tren. Po të dashur shqiptar, këtë hidhërim le ta kenë lindja e mesme. Le ta kenë ata që po vrasën fëmijë me shekull. Nuk është kollaj të vrasësh fëmijë, nuk është kollaj të leminohen të Izraelit. Janë njerëz më të mirë, janë njerëz punëtori, janë njerëz që punojnë 7 ditë në Amerikë që i njoh të dashur shqiptar. Punojnë 7 ditë njerëzit e Izraelit në New York e në Amerikë kudo. Janë njerëz punëtor, po kryeministri i tyre u bë shkaktar që u godit Izraeli. Dhe do goditet shumë rënd. Do goditet shumë rënd. Unë u them përsëri të Izraelit që janë Izrael, strehoni, largoni sa më parë dashur shqiptar. Mos dëgjoni se shtot kryeministri i Izraelit. Ai nuk është aty, pa ai mashtron, ai del në foto gjoja s'kur është aty. Janë kopja që bëhen sot sikur ndodhet aty. Zyre ti ju e dini që u godit pallati ti ku ishte. Pra, kur është goditur pallati ti, merrini me mend çfarë do bëhet. Pra, shumë njerëz do vriten, njerëz të pafajshëm në Iran, kudo, në Sëri do vriten shumë njerëz, në çdo vend. Pra, Turqia është bërgati dashur shqiptar, minutën të shpërthej. Pra, bazat më kryesore që kishin englezët në Greqi, bazat kryesore që kishin englezët janë goditur dashur shqiptar. Katari është goditur, Dubai është goditur. Pra, shqiptarët e mi, keni kujdes, kudo që ndodhin, qëndroni të sigurt, gjeni vendet më të ndryshme, gjeni vendet që nuk goditet, largoni nga qytetet kryesore, largoni nga zonat ushtarake, sa më parë, largoni sa më larg, aq më mirë është për ju.
Nëse ju s'kini mundësi të largojni as me avion, as me makineri, largoni në përfshatrat e Francës, largoni në përfshatrat e Englezëve, shkoni ku është më lart, ku është më lart që nuk ka njerëz, jetoni për një kohë, sepse do vazhdoj shumë gjatë lufta. Lufta do të jetë e hidhur. Për këtë arsye dola, dashur shqiptar, përsëri i them Edi Ramës, do mbash përgjegjësi penale, nëse një nga ata të dursit janë në kampin e irianëve, nëse ata dalën dhe bëjnë, ata janë kriminal. I dini fare mirë, po keni pranuar kriminalët për të eliminuar Shqipërinë, se jeni kriminal e patë edhe të shtunën se doni të diqni Tiranën, po jo më. Pra, në këtë rast, e lajmëroj përsëri krye prokurorin Qelën, arrestoi sa më parë, i shoh që po dalën për televizore, çfarë prisni më? Çfarë prisni? Prisni të digjet Tirana, të digjet se e din që është rëmuj në për Evropë? Jo. Kini kujdes se do bëhet me çdo vend, do bëhet lufta e hidhur. Vëllezër e mi, pavarësisht se Amerika, edhe Kongresi i Amerikës dhe Senati i Amerikës është mbledhur urgjent, nuk do luftë, pavarësisht se presidenti i Amerikës urdhoi, por shumë shpejt ai do ndryshojë, për arsye se nuk lejohet të hapet lufta. Problemi është dhe Izraeli, le të luftoj vetë ushtarët e kryeministrit. Ata mund të dezertojnë urgjent, për arsye nuk duan luftë, sepse gjithmonë të dashur shqiptar, sidomos në Izrael, kryeministri i Izraelit e hapi luftën për interesin e tij, sepse do vinte të nesmen në gjyq, e hapi luftën para disa muajve. Ai shkaktar, vetëm për historinë e tij, për të mbrojtur familjen e tij, veten e tij. E njëjta, të dashur shqiptar, e njëjta si në Shqipëri. Si PD-ja dhe PS-ja duan rëmuj për të mbrojtur familjet e tyre, për të mbrojtur dëmin që kanë bërë për 35 vjet, për dëmin që kanë krijuar kombi shqiptar, për 21 janarin që vranë 4 veta, e plagosur shumë, për 97-ën që janë vrarë 5.000 dashur shqiptar, për naftën që ja dhanë bakshish sërbe, që ta bënte ushqim për tanket, për të vrarë bosnjakët e më vonë në 99-ën për të vrarë shqiptarët, vëllezërit tonë kosovarë. Pra, këta kanë bërë çmos, i prishën fabrikat, i prishën çdo gjë, arritën prishën edhe vreshtën, arritën thyen edhe drujnë, atë që ta bënin Shqipërinë copë, si mendoj. Po ju jeni të sigurt të dashur shqiptar. Këta duhet urgjent të arrestojnë. Spak, pavarësisht se të drejtë. Ngreu shpejt spak. Pra të arsye të arrestoni ata që bën ditën e shtunë. Mos lini me njeri. Mbrapa, t'i arrestoni e t'u hithi dhe Qelsa. Ne shumë shpejt, Edi Rama, shumë shpejt ti do largohesh, ne duhet të kalojmë në zyrat e reja me patriotët e Shqipërisë. Dhe nuk do ketë këmbë në tokën e Shqipërisë, as irian, as francez, të shkojnë në vendin e tyre. Kjo këtu është toka e shqiptarëve. Ne e dim se çka ka bërë Franca me shekuj. Ne e dim 17, 18, çfarë s'na bën. Na i muar edhe qamërinë e bukur. Ata, englezët, na i muar ndërmjet grekëve. Po jeri ta shohin vetë tani se ç'po bëhet në Ingilterë, se ç'po bëhet në Dubai, se ç'po bëhet në Greqi. Bazat e englezëve janë goditur para 2 orëve, dashur shqiptar. Po kur të bëhet më vonë nga 12 natës do goditen shumë shtete. Pra të dashur shqiptar, për këtë arsye dola, keni kujdes. Keni kujdes. Çdo gjë në Shqipëri. Keni kujdes, mos i mbesoni 2 partive. Janë 2 parti anti-shqiptare. Unë lutem antarëve të PD-s, antarëve të PS-s, jo udhëheqësve, ata do të gjenë vendin. U lutem me njëherë me dorë në zemër, largoni nga këto 2 parti. A nuk e keni kuptuar, vëllezër e mi, o shqiptarët e mi, a nuk e keni kuptuar që u kanë vrarë? A nuk e keni kuptuar që fëmijët tuaj u kanë nxjerrë jashtë vendit? Qëllimisht.
A nuk e kuptuar që pensioni është 80 lek, do me thënë 80 dolar të zemë? A nuk e keni kuptuar që këta vetëm vjedhen? A nuk e keni kuptuar që s'keni buk të hani më shtëpi tuaj? A nuk e keni kuptuar që fëmijët tuaj, vajza të ri, djemë të ri, janë në përbugjet e Greqisë, tallen me shqiptarët, sepse nuk ka patur udhëheqës për 82 vjetë, po kanë qenë kundra shqiptarëve? A nuk e keni kuptuar? Pse i ndiqni dy partit? Pse i ndiqni dy të çmendur, si Berishën dhe Edi Ramën? Pse jeni pas këtyre? Stop, qëndroni sa nuk është vonë. Se fëmijët tuaj kur të vinë do të kritikojnë. Se fëmijët tuaj janë në përburgje. Fëmijët tuaj kanë punuar si slevër në Evropë. Fëmijët tuaj qajnë natë e ditë të kthehen në tokën e Shqipërisë. Çfarë prisni me? Çfarë prisni? Shqipërinë ta bëjmë të madhe me kufi natyrore. Unë lajmëroj gjithë kosovarët, vëllezërit e mi, ejani në Shqipëri, ta bëjmë Shqipërinë. Malizi, ejani në Shqipëri, ta bëjmë Shqipërinë. Ejani Maqedonës, shqiptarë, a e shini se që po bëhen ty partit, kanë rrëzuar qëllimisht rrugën, është e qëllimshme, nuk e rrëzon shiu, e rrëzon dora e njeriu të dashur shqiptarë, e ka rrëzuar qëllimisht që të blokojnë, sepse intelektualët e Korçës janë intelektualë, qëllimisht e kanë bërë rrugën për Shkodër me gropa, që të vriten, sepse është kultura e Shkodrës dashur shqiptarë. Qëllimisht e kanë lënë Tropojën, Mirditën, Kuksin, Dibrën, sepse janë patriote, janë burra. Ata e mbrojnë Shqipërinë. Është bërë qëllimshme. Qëllimisht është bërë jugu, sepse kanë punuar gjysht e tyre luftë me grekët. Është bërë qëllimshme. A nuk e shihni dashur shqiptar këto dy parti? Nuk ka lërë kryq pa ngritur. Unë nuk jam kundra kryqit, se është një zot, pa marrësi se janë 3 degë të ndryshme. Ato janë politik parti, musliman, katolik, ortodoks. Ne jemi shqiptar, dashur shqiptar. Kanë vënë kryqe me çdo vend, që nga Gjirokastra dhe deri në Elbasan. Me çdo vend kanë hapur, kanë vënë varre, kanë bërë çdo gjë që nuk janë grekë, të dashur shqiptar. Po janë koskat, eshtrat e shqiptarëve. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar. Ditën që ne shkojmë në zyrë, nuk do ketë më kryq vend e pa vend. Nuk do ketë me varre greke në tokën e Shqipërisë. Nuk do ketë më të huaj në tokën e Shqipërisë, po do t'jenë vetëm shqiptarë. O shqiptarët e mi, jeni të vojtë. Unë i kam edhe shqiptarë që janë në Amerikë. Ata qajnë për të rikëthyer në tokën e tyre. Pamarësisht se ata nuk vinë dot. Sepse rruga do para, do lek që thoni ju. Ata punojnë nga dy punë. Ashtu edhe në Evropë, flenë të shumtit, flenë për stacionet e trenit. Po, një përqindje e vogël ka hapur tregti. Po prap nuk i lenë. U a marë taksat e italianëve, ven ku ven, paguajnë taksat, paguajnë punëtorët, dhe më në fund nuk kanë një vilë. Ja pra që binë të uaj, apo francezët, që i përzejnë. Pra, neve vetëm 2 miq kemi dashur shqiptar, Gjerman dhe Austriak. Ata nuk do goditen. Po në qoftë se bëhet rrëmujë e madhe, atëherë mund të ketë edhe atje goditje. Por aty është ushtria amerikane dashur shqiptar në Gjermani. Aty është komplet ushtria amerikane. Nuk goditet dot ushtria amerikane, që amerikanët të bëjnë atë që sta pret mendja. Pra kur vjen koha që smojnë Amerikën, pamarësi se u bë një gabim që u godit me avione pardije, me urdhrin e presidentit të Amerikës, Kongresi Amerikan, Senati Amerikan, si Republikanë dhe Demokratët janë kundra luftës. Sepse nuk godasën Amerikën. Ska burë nënet goditet Amerika. Amerika është zoti në vete. Armët më moderne, s'ka nevojë me për ushtarë. Sazani është mbushur me vapor amerikan. Pra dashur shqiptar, problemi i lindjes me Izraelin, me qenë se kryeministri i Izraelit e hapi luftën, ai të haj kokën e tij, sepse populli i tij do të vari, pavarësisht se ai është dënuar nga Evropa. Pra janë ngritur gjithë. Presidenti i Francës mund të dalë mbas një ore,
të deklaroj popullin e tij që të strehojnë diku. Po ashtu ai ka bërë dhe telefon, se unë i di mirë këto, bëri telefon në Kombet e Bashkuara që të pushohet lufta. Jo, nuk e pushon dot Kombet e Bashkuara, që janë vrarë shumë fëmijë, po vriten shumë njerëz kot dash shqiptar për hatrin e kryeministrit të Izraelit, për hatrin e disave, por ka një rregull, ka një disiplinë, lufta papet. Rroft Amerika tokë e bekuar e Amerikës, rroft toka e bekuar që është sunduar toka e Shqipërisë. Të dashur vëllezër, fjalën e fundit e keni nga mua. Largohuni, s'keni mundësi të ikni me avione, por largohuni në për vende që janë të larga nga qyteti. Çdo shtet, unë i di mirë se i kam parë, ka vende malore që nuk do goditet. Largoni sa më parë, të dashur shqiptar. Ju jeni taft, ju jeni shqiptar, ju jeni guximtar. Largoni sa më parë nga qytetet. Duhet kishte ardhur më përpara për pushim në Shqipëri, u thash, nuk u thash dot direkt, por sot po u them direkt. Po flas si misioner, po flas si kryeministri i qeverisë teknike, e do kalojmë, s'ka rrugë dalje, se këta do t'i vëmë përpara. U kam thënë dashur shqiptar, do kenë fatin të arrestohen nga Spaku, të arrestohen nga prokurori i përgjithshëm Qela, që ditën që ne kalojmë, ne do bëjmë atë të pabërë me këta që e bën Shqipërinë, që kanë bërë Shqipërinë sa s'mban, s'kan as ushqim, janë shkatruar familjet. Pra dashur shqiptar, largoni sa më parë, sepse nesër e pases do jetë shumë e hidhur. Disa shtete i kanë bllokuar aeroportet, do bllokojnë trenet, do bllokojnë kufijtë e makinave, nuk lëvisin dot. E nëse, të dashur shqiptar, keni kujdes se lufta është e hidhur. E nëse do largojeni më kam, keni kujdes se ushtria të vret, sepse do të e din që gjoja janë turista. Keni kujdes sa më parë, keni mja kohë të largoheni në vendet të fsheta. Largoni sa më parë. Natë e mirë, dashur bashkëdhetar, unë nuk dal dot me 6, edhe unë mbarova me kaq punën juaj, do shihemi shumë shpejt, të dashur shqiptar. Zoti na dhënë shëndet, do shihemi sa më parë përsëri, po jo sot. Miru pafshim, të dashur shqiptar, dhe e njëherë e di, nise policinë rrethohen në Durrës kampin e Irianëve. Merri urgjent dhe futi në vapor, le të shkojnë ku të duan. Sepse nuk ata janë kriminal që të gjithë. Ata janë kriminal dhe ata që di miru paguen nga dy partit. Pra, largoj sa më parë se do besh pishman. Nëse ti nuk i largon ata, ti do mbash përgjegjësi aty ke Skënderbeu. Sepse shqiptarët nuk duan luftë. Mja, 84 vjet me vrasje, me vjedhje, me çdo gjë që kanë bërë shqiptarëve. Natë e mirë shqiptarët e mi, kudo që jeni. E njëherë keni kujdes. Zoti qoftë me ju. Zoti qoftë me ne. Rroft Shqipëria. Rrofshin dy flamurët të kryqëzuar. Natën e mirë.